Thème 1. Le permis à points. Chapitre 1. Les formations. Formation traditionnelle de l'obtention du permis de conduire. L'examen du permis de conduire comprend une épreuve théorique générale, le code, et une épreuve pratique qui ne peut être passée qu'en cas de réussite au code. Ces deux épreuves se déroulent selon une procédure précise. En cas de succès, un certificat permet de conduire avant de recevoir son permis. Avec moi, vous pouvez réviser le code de la route par cette formation avec des vidéos YouTube et apprendre à conduire dans une auto-école près de chez vous. Vous choisissez un enseignant et conduisez sur des voitures double commande à boîte manuelle ou à boîte automatique. Vous pouvez passer les examens nationaux du code de la route et de la conduite à la fin de votre formation. Patenta me pikë. Kapitulli 1. Formacionet. Formacioni tradicional I marrjes së patentes. Provimi I patentes përfshin një provim teorik të përgjithshëm, kodin, dhe një provim praktik I cili mund të kalohet vetëm pasi të keni kaluar kodin. Këto dy provime zhvillohen sipas një procedure precize. Në rast se I merrni me sukses dy provimet, ju jepet një certifikat e cila ju lejon të drejtoni makinën përpara se ju të merrni patentën tuaj. Me mua ju mund të mësoni kodin rrugor me video YouTube dhe të mësoni të drejtoni një automjet në një autoshkollë afër vendbanimit tuaj. Zgjidhni një autoshkollë, një monitorues dhe drejtoni makina me doppio komand, me cambio manuale apo automatike. Ju mund të kaloni provimet nacionale të kodit rrugor dhe të drejtimit të mjetit në fund të formacionit tuaj. Apprentissage anticipé. L'apprentissage anticipé de la conduite, AAC, souvent appelé conduite accompagnée, est proposé aux jeunes à partir de leurs 15 ans, souhaitant débuter les cours de code de la route et la conduite. La conduite se fait avec un accompagnateur, souvent un parent, qui va accompagner et conseiller le jeune en plus des cours de code et de conduite avant l'examen pratique du permis de conduire. Information. La période de conduite accompagnée est de 1 an et l'apprenti doit parcourir 3000 km avec son accompagnateur. 2 rendez-vous pédagogiques réunissent l'élève, l'accompagnateur et l'enseignant pour une session d'apprentissage déclinée entre une partie en circulation et une en salle. Mësimi paraprak. Mësimi paraprak I drejtimit automjetit, AAC, shpesh I quajtur drejtimi I shoqëruar I automjetit, ju propozohet të rinjve duke filluar nga mosha 15 vjeçare. Drejtimi I automjetit bëhet me një shoqërues, shpesh një prind, që do të shoqërojë dhe këshillojë të rijun, plus kursi të kodit dhe të drejtimit automjetit përpara provimit praktik të patentës. Informacion. Periudha e drejtimit të shoqëruar të automjetit është 1 vit dhe nxënësi duhet të përshkojë 3000 km me shoqëruesin e tij. 2 takime pedagogjike bashkojnë nxënësin, shoqëruesin dhe monitoruesin për një sesion mësimi të përmbledhur, ku një pjesë bëhet në çarkullim dhe tjetra në sallë. À l'âge de 16 ans, l'élève obtient un livret d'apprentissage pour véhicule léger qui est en réalité une pièce justificative en cas de contrôle de police. Livret d'apprentissage à avoir sur soi et sticker à apposer sur la carrosserie. L'élève doit faire au moins 20 heures de conduite obligatoire. Il est possible d'en faire plus pour gagner en assurance et cumuler davantage d'expérience. Enfin, le nombre d'heures va aussi dépendre de la capacité de l'élève à avancer rapidement dans son apprentissage, mais aussi de sa motivation et de son stress. Cette formation précoce permet d'augmenter les chances d'obtenir le permis dès la première présentation. En effet, l'élève a plus d'expérience et est souvent moins stressé que les candidats qui ne passent pas par la conduite accompagnée. Në moshën 16 vjeçare, nxënësi pajiset me një librezë mësimi për automjetet e tonazhit të lehtë, e cila realisht shërben si vërtetim në rast kontrolli nga policia. Libreza e mësimit duhet patur me vete dhe etiketa duhet të ngjitet në pjesën e pasme të automjetit. Nxënësi duhet të bëjë të paktën 20 orë të detyrueshme drejtimi të automjetit. Është e mundur të bëhen më shumë orë për të fituar më shumë siguri dhe për të patur më shumë eksperiencë. Me fjalë të tjera, numri I orëve të praktikës do të varet gjithashtu nga kapaciteti I nxënësit për të mësuar shpejt. Motivimi dhe stresi luajnë gjithashtu një rol kryesor. Ky formacion I hershëm bën që shanset e marrjes së patentës me prezantimin e parë të shtohen.
Në të vërtetë, nxënësi fiton më shumë eksperiencë dhe shpeshherë është më pak i stresuar se kandidatët që nuk kalojnë nëpër drejtimin e shoqëruar të automjetit. Élèves de 18 ans ou plus. Il n'est pas possible de bénéficier de la conduite accompagnée après 18 ans, mais les adultes peuvent bénéficier de la conduite supervisée. Information. Un seul rendez-vous pédagogique a lieu pendant les 3 mois. Son déroulement est le même que pour la conduite accompagnée. Que ce soit pour la conduite accompagnée ou supervisée, l'accompagnateur rencontre l'enseignant de la conduite afin de pouvoir faire la passation et apprendre les bonnes techniques d'apprentissage. Important. Le sticker conduite accompagnée doit être apposé à l'arrière de la voiture, que ce soit pour la conduite accompagnée ou supervisée. En cas de contrôle, l'accompagnateur doit être en mesure de présenter son permis de conduire, le certificat d'assurance du véhicule, la carte grise, la demande de permis de conduire ou sa photocopie pour le jeune conducteur et le livret d'apprentissage. Nous évoquerons le permis probatoire dans les chapitres suivants. Nxënësit 18 vjeç e sipër. Nuk është e mundur të përfitohet nga drejtimi i shoqëruar i automjetit pas moshës 18 vjeçare. Por, duke filluar nga kjo moshë, mund të përfitohet nga drejtimi i mbikëqyrur i automjetit. Informacion. Një takim i vetëm zhvillohet përgjatë 3 muajve. Zhvillimi i tij është i njëjtë sikur për drejtimin e shoqëruar të automjetit. Si për drejtimin e shoqëruar apo të mbikëqyrur të automjetit, shoqëruesi takon monitorin për të bërë të mundur kalimin dhe për të mësuar teknikat e duhura të përvetësimit. E rëndësishme. Ngjitësja apo etiketa me simbolin e drejtim i shoqëruar automjeti duhet të ngjitet në pjesën e pasme të makinës, pak rëndësi ka nëse bëhet fjalë për drejtimin e shoqëruar apo të mbikëqyrur të automjetit. Në rast kontrolli, shoqëruesi duhet të prezantojë patentën e tij, vërtetimin e siguracionit të automjetit, lejen e qarkullimit, kërkesën për patentë ose fotokopjen për drejtuesin e ri të automjetit dhe librezën e mësimit. Ne do të flasim për patentën provë në kapitujt e ardhshëm. Chapitre 2. Le capital initial et le permis probatoire. Le permis à points et le permis probatoire. Le permis à points a été établi en 1992 et le permis probatoire en 2004. Cela a été instauré afin de responsabiliser les conducteurs et les inciter à respecter les règles du code de la route. Le capital des points après l'obtention du permis de conduire. Permis probatoire veut dire fragile. Il concerne les conducteurs novices ainsi que ceux à qui on a invalidé ou annulé le permis. Le capital initial du permis probatoire est de 6 points pour les conducteurs novices. Important. Mauvaise nouvelle, le permis à points se caractérise par sa fragilité, car il perd définitivement sa validité à l'épuisement du nombre des points. Sinon, le principe du permis de conduire régulier est le suivant, il est composé de 12 points qui se réduisent automatiquement à chaque infraction grave. Important. Bonne nouvelle, vous avez tout de même la possibilité de regagner des points en suivant un stage de sensibilisation ou en ne commettant pas d'infraction pendant une certaine période de temps. Kapitulli 2. Kapitali fillestar dhe patenta provë. Patenta me pikë, kjo u krijuar për të ndërgjegjësuar dhe nxitur shoferët për të respektuar rregullat e kodit rrugor. Kapitali i pikëve pas marrjes së patentës. Patent provë do të thotë e dobët. Ajo i jepet shoferëve të rinj dhe atyre që është anulluar patenta. Kapitali fillestar i patentës provë është 6 pikë për shoferët të rinj. Lajmi i keq. Patenta me pikë karakterizohet nga dobësia e saj, sepse ajo humb përfundimisht vlefshmërinë e saj me mbarimin e numrit të pikëve. Përveç kësaj, principi i patentës së rregullt është ky. Është i përbërë nga 12 pikë që paksohen automatikisht në çdo shkelje të rëndë. E rëndësishme. Lajmi i mirë. Njëkohësisht, ju keni mundësinë të rifitoni pikë duke ndjekur stazhe sensibilizimi ose duke mos bërë shkelje për një periudhë kohore. Information. À partir du 1er janvier 2019, les jeunes conducteurs peuvent suivre une formation complémentaire dans un établissement agréé entre leur 6e et 12e mois de permis de conduire. Cela permet de réduire la durée de la période probatoire, de 6 mois, s'il a suivi la conduite accompagnée, ou des 1 an, s'il a suivi une formation traditionnelle ou supervisée.
et d'augmenter le nombre de points à la fin de la première année de permis. 2 points en plus, suite à la conduite accompagnée. 3 points en plus, suite aux autres formations à la conduite. Conducteur novice. Constitution des points. Une fois le document rose en poche, vous commencez avec un capital de 6 points pendant 3 ou 2 ans, si vous avez suivi la conduite accompagnée. Vous augmentez le nombre de points d'année en année à condition de ne commettre aucune erreur. Vous obtenez 2 points supplémentaires par année si vous avez suivi un apprentissage traditionnel ou une période de conduite supervisée, vous obtenez 3 points supplémentaires par année si vous n'avez pas commis d'infraction et que vous avez suivi un apprentissage de conduite anticipée. Il faut donc vraiment être vigilant. En cas de retrait de points pendant la période probatoire, la majoration automatique par année s'arrête. Informacion. Që nga 1 janari i 2019, shoferët e rinj mund të ndjekin një formacion plotësues në një qendër të certifikuar në mes të muajit të tyre të 6 dhe atij të 12 të patentës. Kjo lejon uljen e kohëzgjatjes së periudhës provë me 6 muaj nëse ai ka ndjekur drejtimin në shoqëruar të automjetit, apo me 1 vit nëse ai ka ndjekur një formacion tradicional apo të mbikëqyrur, dhe rritjen e numrit të pikëve në fund të vitit të parë të patentës. 2 pikë më shumë me drejtim të shoqëruar, 3 pikë më shumë pas formacioneve të tjera të drejtimit të mjetit. Shoferët e rinj, përbërja e pikëve. Kur të fusni dokumentin roz në xhep, ju filloni me një kapital për 6 pikësh, për gjatë 3 viteve ose 2 vitesh nëse keni ndjekur drejtimin e shoqëruar. Ju rrisni numrin e pikëve nga viti në vit me kusht që të mos bëni asnjë gabim. Ju merrni 2 pikë plotësuese në vit nëse ju keni ndjekur mësimin tradicional apo një periudhë të drejtimit të mbikëqyrur të automjetit. Ju merrni 3 pikë plotësuese në vit nëse ju nuk keni bërë shkelje dhe keni ndjekur mësimin paraprak të drejtimit të automjetit. Pra duhet të jeni me të vërtetë të vëmendshëm. Në rast se ju hiqen pikë gjatë periudhës provë, shtimi automatik i pikëve në vit ndalet. Pour augmenter son capital de points, le conducteur peut les reconstituer automatiquement ou suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Étiquette A. Elle doit être de couleur rouge sur un fond blanc, même sur un véhicule blanc. L'autocollant A indique aux autres usagers de la présence d'un conducteur apprenti au volant du véhicule. Si une autre personne est amenée à conduire le même véhicule, alors cette personne doit l'enlever à chaque fois. Il existe des stickers A magnétiques qui sont très pratiques lors de changements répétés de conducteur. Information. Le sticker doit être apposé sur la carrosserie et non pas sur la lunette arrière, car cela pourrait entraver la visibilité. Il doit être apposé sur le côté gauche du véhicule pour être davantage visible. Permis de conduire probatoire. Vous gardez le sticker A pendant 2 ans en cas de AAC et 3 ans autrement. Për të rritur kapitalin e tij të pikëve, shoferi mund t'i rrimë këmbë automatikisht ose duke ndjekur një stazh sensibilizimi në sigurinë rrugore. Etiketa A. Ajo duhet të jetë e kuqe në një sfond të bardhë. Nuk ka përjashtim as kur automjeti është i bardhë. Etiketa A ju tregon përdorësve të tjerë për prezencën e një shoferi praktikant në timonin e automjetit. Nëse një person tjetër do të drejtojë të njëjtin automjet, atëherë ky person duhet ta heqë këtë ngjitëse çdo herë. Ekzistojnë etiketa A magnetike që janë shumë praktike kur ka ndryshime të përsëritura të shoferëve. Informacion. Etiketa duhet të fiksohet tek pjesa e pasme e automjetit dhe jo mbi dritaren e pasme, sepse kjo mund të pengojë pamjen. Ajo duhet të fiksohet në anën e majtë të automjetit për të qenë sa më e dukshme. Patenta provë. Do të ruani etiketën A për gjatë 2 viteve dhe 3 viteve për rastet e tjera. Chapitre 3. Perte de points. La perte des points variera en fonction de l'infraction. 2 sortes d'infractions entraînent une perte de points. Les contraventions, perte de 1 à 6 points. Les délits, perte directe de 6 points. Si vous commettez plusieurs infractions en même temps, vous pouvez perdre jusqu'à 8 points. Si pendant la période probatoire vous commettez des infractions vous faisant perdre 3 points, ou plus, vous serez obligé de passer par un stage de sensibilisation payant. Vous saurez que vous avez perdu des points par une lettre simple. Pour connaître le nombre de points qu'il vous reste, il faut se rendre à la préfecture et y consulter un fichier confidentiel.
Il est aussi possible de connaître votre solde des points sur le site Télépoints du ministère de l'Intérieur. Information. Seules les autorités administratives et judiciaires peuvent connaître votre nombre de points. Bonne nouvelle, toutes les infractions n'entraînent pas la perte des points. Chapitre 4. Reconstitution du capital, on continue dans la vidéo suivante. Kapitulli 3. Humbja e pikëve. Humbja e pikëve do të variojë në varësi të shkeljes. Dy lloje shkeljesh sjellin humbjen e pikëve. Kundravajtjet nga 1 deri në 6 pikë, veprat penale, humbje direkte të 6 pikëve. Nëse ju bëni disa shkelje njëkohësisht, mund të humbisni deri në 8 pikë. Nëse gjatë periudhës provë ju bëni disa shkelje që ju bën të humbisni 3 pikë apo më shumë, ju do të detyroheni të bëni një stazh sensibilizimi me pagesë. Me anë të një letre të thjeshtë, ju do të mësoni mbi humbjen e pikëve. Për të ditur sa pikë ju kanë mbetur, ju duhet të shkoni në prefekturë dhe të konsultoni aty një fish konfidenciale. Është e mundur gjithashtu të njiheni me pikët e mbetura në sajtin internetit Télépoints të Ministrisë së Brendshme. Informacion. Vetëm autoritetet administrative dhe gjyqësore mund ta dinë numrin tuaj të pikëve. Lajmi i mirë. Jo të gjitha shkeljet ju bëjnë të humbisni pikë. Kapitulli 4. Rikrijimi i kapitalit. Do të vazhdojmë në videon tjetër.